kuptoj që keni instrumentat, filharmonika, klarineta, pa jo si quhet? Qyp. Qyp. Luaj një herë vetëm me qyp? Ti mban ritmin aty apo jo? Për shembull, më interpretoj një pjesë muzikore vetëm me qypin. Çifte. Bravo! Bravo, bravo. Unë ju uroj shumë për këtë aktivitet që ju jeni duke organizuar, për festivalin që është për herë të parë, si vjetë është edicioni i parë që juve merrni përsipër të organizoni diçka të tillë në kuadër të ditës ndërkombëtare Rome, që është data 8 prill, dhe ju në datën 12 që është fundjava, nesër, praktikisht të shtunën, ju do të organizoni këtë. Kam filluar që sot aktivitetet në Roskovec. Roma Le. Pse keni quajtur Roma Le? Roma Le është një aktivitet kulturor i cili mbahet për herë të parë në Bashkinë e Roskovecit dhe mund ta quajmë një aktivitet kombëtar, i cili do të mirëpresë grupe artistike nga shumë qytete të Shqipërisë dhe një grup artistik nga Maqedonia e Veriut. Që do të marrin pjesë. Po, dhe qëllimi i këtij aktiviteti është për të promovuar kulturën dhe traditën e këtij komuniteti dhe për ta trashëguar atë brez pas brezi. Bukur, bukur. Zoti Sulo, ju po më thoni që jeni babai njërit prej djemve këtu, i cilit? A, babai juaj? Unë jam babai. Edhe Samueli është, jemi tre breza. Një familje, tre breza. Babai i djalit. Që keni përquar këtë traditën tuaj. Bukur. Komuniteti Rom ka tradita shumë të pasurat, që ju i ruani fort, me shumë dashuri, ja transmetoni brezave të rinj, kështu që duke vijuar në këtë traditë vjen edhe ky festival i cili e promovon më shumë kulturën në Rome dhe besoj që edhe ndërgjegjëson për vlerat që ju keni, për t'i shpalosur, për t'i prezantuar ato më së miri, apo jo? Shumë ashtu është. Edhe ju e vetë jeni klarinetist, apo jo? Po. Ai më ka nxjerrë në jetë. Unë isha të them që nuk ka krenari më të madhe kur shikon brezat të arshëm si Fationi, që me vërtet Fationi ka qënë në Australi, ka mbredhur të botën. Fation Latifi, ndërkohë që juve thoni emrat, unë po i prezantoj Fation Latifin në klarinet. Po. Edhe Samueli, po klarinetit. Kemi Samuel Latifin gjithashtu në klarinet, djali Fationit, dhe nipi Zotit Sulo, kemi Lorencë Kasemin, dhe Fation Shurda në fizharmonik. Bukur. E kështu do thosha që krenaria me madhe imja si baba edhe të isha të muzikantë Shqipërisë ta kenë këtë fatë që kam unë, si për djalin Fationin, edhe për Samuelin që është ardhmja. Besoj dhe për të gjithë, do të ketë shumë pjesëmarrës në këtë festival? Po, patjetër sepse janë shumë grupe dhe do vinë shumë qytete. Nga gjithë Shqipëria? Po, nga gjithë Shqipëria. Kështu që çdo grup ka pavarësisht diku tek 10 persona, kështu që do vinë dhe përfaqësues të tjerë të këtyre grupeve, jo vetëm ata që do performojnë. Po, grupi juaj vetëm nga burra, shikoj unë, pra, çuna, djemë të rinj dhe edhe të rritur. Ka vajza pjesëmarrëse që e vazhdojnë këtë traditën tuaj? Në këngë, ndoshta në kërcim? Në kërcim ka pasur. Ka pasur. Por tani sa po vine por e doktoren. Por allohet tani, bëhet më vështirë, gjithë më vështirë. Kështu që në festival, si do të jenë këto prurje? Këto prurje do të jenë përmes këngës, kërcimit dhe veshjeve tradicionale që ky komunitet mbartë. Çfarë prisni ju nga ky festival? Do thosha nuk do ketë mirë. Ne presim që të ketë zgjatje, jo vetëm si vjet që të bëhet, po do të kisha dëshirë që në çdo vit le të bëhet kështu, do ishte gjë më e bukur për ne si Rom. Roskovec. Falë edhe kryetarës bashkisë që na mbështetin në këtë aktivitet, e falenderojmë që na e dha të mundur që ne ta promovojmë diçka të bukur nga pa diskutim, muzika është jonë. një iniciativë shumë e mirë në fakt, jo, edhe urojmë që të kthehet në një traditë, pse jo, të jetë në këtë ditë, siç e thatë edhe juve se Sulo, pikërisht pra për ta kthyer në një traditë të bukur që të gjithë romët e Shqipërisë, kudo ku janë, madje edhe ta gëzojnë të drejtën e tyre dhe ata si gjë të tjerë, ky është problemi. Festival dedikuar atyre patjetër me gjithë larmishmërinë e melodive tuaja, muzikës edhe traditës kulturore artistike që ju keni, pse jo të mos prezantohet edhe për shfaqjet më së miri aty, bukur. Jam kurioze të njoh pak më tepër në jetën tuaj të përditshme përveç artit. Keni profesione të tjera apo jeni dedikuar muzikës, vetëm me muzikën, ëh?
Dedikuar. Edhe juve, zotë Sulo, gjithë jetën? Gjithë jetën time vetëm, gjithë jetën time muzikant, edhe jeta ime ka shkua, pa ne jo më kotë po të themo që ka shkua reshta e drejtë Samueli. Dedikuar vetëm muzikë, vetëm muzikë. Edhe djali, edhe nipi, vetëm muzikë. Po, vetëm muzikë, shpi muzikantës. Patjetër, sot muzikantët është një profesion i cili të merë shumë kohë, kështu që kërkon dedikim, patjetër, ndaj edhe juve keni vendosur. Ndërkohë, me dy djemët e tjerë do doja të flisja në lidhje me qypin, sa i duket interesant edhe si vegël muzikore. Shumë interesant. Mbate ritmin, apo jo, në gjitha melodit që interpretoni, kur ke filluar ta luash? Të luaj me qyp kam filluar, u bë pako, diku tek 7-8 vjetë, të më qysh i vogël. I vogël fare, po. Po. Të më ne kam marrë nga babi. Nga baba im, më ka pëlqyer shumë. Edhe babai ke qenë instrumentist, me të njëjtin instrument edhe? Me të njëjtin instrument. Me bateri. Me bateri edhe. Edhe babai bateri dhe ai baterist. Po, që janë të ngjashëm. Po, më ka pëlqyer shumë edhe kam vazhduar. Edhe të pëlqen tani apo jo? Jashtë masë shumë. Jashtë masë shumë. Fation... Po, Fationi? Surda. Fationi, jam mësues muzike, do më thënë, edhe nuk është se luaj, do më thënë, deri diku këte, po kam baruar për muzike përgjithshme. Faktikisht, unë jam i bardë, do me thënë, nuk jam rom, po ushtroj profesionin me... Shihet në muzikën tonë. Punuar që i vogël, do me thënë, me këte muzikë, me festa muzika ju ka bashkuar, muzika ju ka lidhur dhe ju, banda Rostovecit është një grup që ju e keni krijuar të gjithë bashkë, apo jo? Jeni të gjithë pjesëtarë, kështu që jeni gjithmonë bashkë kudo, për koncerte, në përshkaqje, kudo ju ku ju ftojnë dhe edhe shtoni. Kur në datën 2, sapo kemi mbaruar një koncert madhështor tek Teatri Skampa në Elbasan, po ishte, do më thënë, ishte gjithë ajo e Petrit Kuqit, këngëtarit, që ka bërë gjithë organizimin, me 15 këngëtarë nga gjithë Shqipëria, Macedonia, Malizi, shumë gjë e bukur, do më thënë, po gjithmonë për muzikë universale. Repertori juaj çfarë përfshin? Repertori jonë përfshin universal. Muzikë rome, muzikë jugu, luani edhe muzikë të krajinave të tjera. Gjitha krajinave. Përsa i përket komunitetit rom, jam kurioze, sa kontakte keni ju me njëri tjetrin, me romët në përgjithë Shqipërinë? A keni mundësi për të kontaktuar, për të lidhur, apo ndoshta ky festival mund të jetë pikërisht ai që të shërbejë, që ju të organizoheni edhe të takoheni, të krijoni atë komunitet tuaj më të lidhur? Kjo është ajo që ta afrone dhe të bënë që bashkëpunë normalisht. Unë jure suksese shumë, suksese në këtë festival që të organizoni në 12 prill, që është e shtunë. Nesër, ka filluar që sot, po praktikisht nesër do të jetë dita finale, do të ketë shumë muzikë. Po do ftosh nesër ti atje? Do i ftosh të gjithë? Po, që të gjithë do të jenë të ftuar dhe do jenë, si që thash, duhet i përmendja dhe grupet që të jenë të ftuar, si grupe nga Tirana, Basani, Lezhë, vetë Roskoveci, banda e Roskovesit, dhe Lushnja. Që do të marrin pjesë. Ka vetëm një problem që pse të jenë të gjithë burra, patjetër duhet ta pasurojnë. Grupet e tjera kanë dhe goca dhe vajza të reja. Dhe gra që këndojnë. Së është bukur që ta ruajmë traditën ashtu siç duhet. Dita e nesërme do të nisë me një festë të vërtet në qytetin e Roskovesit, kur do të nisë me një paradë. Bukur. Unë uroj shumë suksese. Ndërkohë, uroj që të jetë një ditë e bukur nesër me plot diell edhe me shumë vizitorë që do të vinë aty, do të marrin pjesë edhe do ta shijojnë festivalin tuaj.